Mirto Uzuni mund të rikthehet së shpejti në futbollin evropian. Sulmuesi shqiptar, aktualisht pjesë e Austin në MLS, po shqyrton mundësinë për t'u larguar nga kampionati amerikan në fund të vitit 2025. Sipas Tutto Cagliari, lojtari dëshiron të rikthehet në një kampionat më konkurrues pas eksperiencës në SHPA. Ky qëndrim ka tërhequr interesin e disa klubeve, veçanërisht të Cagliarit në Serie A. Skuadra sarde po kërkon përforcime në repartin ofensiv dhe po analizon mundësinë e huazimit të Uzunit në merkaton e janarit. Kjo formulë do t'i lejonte klubit të testonte përshtatjen e tij në eliten italiane përpara një blerjeje të mundshme në fund të sezonit. Deri tani nuk ka negociata të avancuara, por kontaktet pritet të intensifikohen në javët në vijim.